Qindra mijëra njerëz kanë mbushur të shtunën e rrugët e Novi Sadit, ku përmbahet tubim përkujtimor masiv me rastin e një vjetorit të shembjes së një pjese të stacionit të trenit, ku humbën jetën 16 persona. Qytetarë nga e gjithë Serbia kanë ardhur në Novi Sad për të nderuar viktimat e kësaj tragjedie. Shumë prej tyre kishin mbërritur që mbrëm në qytet, disa në këmbë e disa me bicikleta. Më të vendosurit ishin qytetarët e Novi Pazarit, të cilët kishin ecur për 16 ditë rresht për të arritur në këtë ngjarje. Të pranishmit u mblodhën sot në orën 10 në 16 pika të ndryshme të qytetit, duke marshuar drejt stacionit të trenit, ku tubimi nisi në orën 11:52, në të njëjtën kohë kur një vit më parë ndodhi shembja tragjike. Ky konsiderohet si tubimi përkujtimor më i madh në historinë e Serbisë. Kjo ngjarje vitin e kaluar shkaktoi valë të madhe protestash në qytete të ndryshme të Serbisë kundër pushtetit, të cilin qytetarët e mbanin përgjegjës për tragjedinë. Gjatë protestave u raportua edhe për raste të shumta të dhunës policore që nxitën edhe më shumë zemërimin publik. Nga protestat në rrugë dhe bllokadat e universiteteve, studentët janë zhvendosur drejt politikës tradicionale dhe po kërkojnë zgjedhje të reja. Presidenti Aleksandar Vučić deri më tani e ka hedhur poshtë këtë, por le të kuptohet se kjo mund të ndodhë vitin e ardhshëm.